O Zoti ynë, ty të drejtohemi me agjërimin ton, ashtu si shtu drejtua profeti Musa kur erdhi në takimin ton. O Zoti ynë, ty të lutemi me agjërimin ton, ashtu si shtu lut i dashur yt Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, si shtu lutën profetët e tjerë Dauti, Ibrahimi, Jahja, Isa dhe të gjithë agjëruesit e mirë, ja Allah. O Zot, na agjërojmë për të fituar faljen tënde. Bëj agjërimin ton, buroj nga dënimi yt, ja Allah, na fal në ti e më i madh i falës. Na largon nga çdo e keqe, o Zot, ti e orientuesi i zemrave. O Zot, to zemra që agjërojnë për ty ndriçoj me besim. Mbushi me kënaqësi, shtoja mirësi të kësaj jete dhe begatona, ja Allah. Bëje këtë etje dhe këtë agjërim, ja Allah, freski dhe shuarje të etjes ditën e madhe të Kiametit. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dhe kur profeti Ayyub ju drejtua Allahu xhaleshanuhu dhe e thirri me lutjen e shpirtit edhe të zemrës me plot përgjerim. O Zot, mua më ka kapluar e keqja, ti e më i madh i mëshirues. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr. E thot Allahu xhaleshanu, ne ju përgjigjim atij dhe ja larguam atij çdo të keqe. Lum për atë që agjëron për Allah. Se profeti alayhi salatu wassalam thot, kush agjëron në Ramazanin për hatër të Zotit duke pritur shpërblimin vetëm për Allah, atij do t'i falen të gjitha mëkatet. Lum për atë që në këtë agjërim deshit pastroj shpirtin dhe të fitoj kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Se si që transmitohet, Zoti thot engjëve ti, unduru ila abdi taraka ta'amahu wa sharabahu min ajli. Shikojeni robin tim, ka lënë ushqimin edhe pijen vetëm për hatrin tim. Lum për ata që mundohen me shpirt agjërimin e tyre ta ruajnë nga mangësitë dhe nga veprat e ulta. Se si që transmitohet, Zoti xhaleshanuhu i thot agjëruesit, ejuha shabu tariku shahwatahu wa ta'amahu min ajli anta ka ba'di malaikati. O ti i ri ose o ti njeri që agjëron për hatër të Zotit, e lën ushqimin edhe pijen, ti je në grad me engjëjt e mi. Lum për ata që falen për Allahun xhaleshanu dhe shtojnë adhurimin e tyre në këtë Ramazan. Se profeti alayhi salatu wassalam thot, kush falet netët e Ramazanit për hatër të Zotit, duke e prit shpërblimin vetëm prej tij, do t'i falen mëkatet. A nuk është i mrekullueshëm fakti që Zoti nëpërmjet profetit tij na tregoi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Në xhenet midis gjithë dyrëve të xhenetit që janë 8, njëra prej tyre quhet ar-rayyan, dera ku shuhet etja. Ajo është vetëm për ata të cilët agjërojnë, pra për agjëruesit që kanë agjëruar për hatër të Allahut xhaleshanuhu. E do t'ju thuhet në ditët e gjykimit, ku janë ata që për Zotin agjëruan, ku janë ata të cilët i kapi etja për Allah. E do të futen nëpërmjet kësaj dere, pra prej derës Rayyan për në xhenetet e Allahut xhaleshanu, derisa të hyjë dhe i fundit prej tyre, e pastaj mbyllet kjo derë, më nuk hapet për askënd tjetër përveç se për agjëruesit. Profeti alayhi salatu wassalam thot, çdo ditë dhe çdo natë në Ramazanit ka shumë besimtarë që i falë Allahu xhaleshanu. O Zot, ty të lutemi na dhuro sinqeritet dhe përkushtim në agjërimin ton. Na ruaj nga veprat e ulta që mangësojnë këtë vepër të madhe dhe këtë sakrificë që bëjnë besimtarët për ty. O Zot, mos lejoj që të bëhemi prej atyre të cilët nuk përfitojnë prej agjërimit vetëm se etjen dhe urinë, ja Allah. Takon një prej dietarëve të Islamit, Fudail ibn Iyadi, një person, dhe i thot, sa vjeç je? Ai i thot, jam 60 vjeç. Subhanallah, i thot, ke 60 vjeç që u thon për tek Allahu xhaleshanu, për tek Zoti yt. E ka shumë mundësi nga moment shkëputesh nga kjo dynja dhe të arrisësh për tek Allahu xhaleshanu. I thot ky personi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Te Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi. Thot, a e din kuptimin e kësaj që the? Kuptimi i kësaj që the është ai i cili e din që është rob i Zotit dhe një ditë do të kthehet tek Zoti, duhet përgatitet për takimin me Allahun xhaleshanu dhe të bëj gati përgjigjen për llogarinë. Qau ky personi, pra ky burri, dhe i tha, kush është zgjidhja? Zgjidhja, tha, është e lehtë fare. Friksoju Allahu xhaleshanu për ai sa të ka mbetur,
e Allahu do të fali ato që kanë kalu. Friksoju Allahu Gjeleshanu o vëlla ime dhe motra ime për aq sa na kanë mbetur, e Allahu Gjeleshanu do të na fali në ato që kanë kaluar me lejen e Zotit Gjeleshanu. Prandaj ky Ramazan është një mundësi shumë e mirë për gjithë secilin prej ne që t'rregullojmë zemrat tona, shpirtrat tanë, që t'rregullojmë raportin me Allahun Gjeleshanu, e të fitojmë faljen edhe kënaqësinë e Zotit Gjeleshanu sikur ndonjëherë. Lutja në Ramazan. Desha të fokusohem pak tek lutja, duke qenë se edhe Zoti Gjeleshanu e përmendi lutjen midis ajeteve të agjerimit, sikur na orientoi neve që ta forcojmë këtë raport me Allahun Gjeleshanu, pra lutjen, sepse ajo është një aset shumë i madh për besimtarin. Është një mundësi e madhe që na ka dhënë neve Allahu Gjeleshanu nëpërmjet këtij agjerimi, pra dhe këtij adhurimi kaq të madh, të lidhemi edhe më fort me Zotin ton Xhelle Xhelaluhu me lutjet tona. Lutja është prej adhurimeve më të bukura dhe më madhështore që njeriu mund të bëjë raport me Zotin Xheleshanuhu. Sa bukur e ka gërshetu Allahu Xheleshanu agjerimin, që është adhurim krejt i veçantë me lutjen, e cila është lidhje drejt për drejti me Zotin tënd, pra sa bukur i ka lidh me njëra tjetrën. Është adhurimi që përjetohet edhe ndihet me të gjithë qenjen tënde, del dhe buron nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës. Njeriu me përullësi dhe me shumë besim, me shumë siguri i drejtohet krijuesit gjithçka, e atij që ka në dorë gjithçka. Dhe në çdo orë të natës ose ditës, dhe i lutet Allahu Xheleshanu për hallet ose për sikletet ose për qëllimet që ka në jetë. Lutja është esenca e adhurimit, thot profeti alayhi salatu wassalam. Ai shumë sensitive dhe shpirtërore është, sa që Zoti Bujara i madhërisëm na garantoi se kushdo që ka një hall ose është në siklet shumë të madhe me shpirt dhe me zemër, do t'i lutet Allahu Xheleshanu, Zoti i merr përsipër që t'i përgjigjet lutjes tij. Emme yujibul mutarra idha da'a wa yakshifu as-su. Kush është ai i cili përgjigjet hallëxhiut kur ka hall të madh dhe e largon vështirësinë ose të keqen prej tij? Pra Allahu Xheleshanu. Ai shumë është i rëndësishëm ky raport me Allahun Xheleshanu ndërmjet Zotit edhe krijesës, saqë Allahu Xheleshanu e ndaloi çdo lloj ndërmjetësimi në lutje dhe urdhëroi njeriu që t'i lutet drejt për drejti më të madhit Allahu Xheleshanu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tha Zoti juaj, lutmuni e unë do t'ju përgjigjem. Fela tad'u me Allahi ahada. Dhe mos ndërmjetësoni në adhurim ose lutjen tuaj askën tjetër përveç Allahut, dhe mos lusni askën tjetër përveç Allahut. Ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Dhe i qortoi një popull të cilët thonin ne i lutemi dikujt tjetër dhe e vejmë ndërmjetës midis nesh dhe midis Allahut që na afrojë edhe më shumë me Zotin ton. Allahu Xheleshanu e ndaloi këtë lloj marrëdhënie dhe tha kjo është rreptësisht pra e ndaluar dhe e dënuar tek Zoti Xheleshanu. Lutja është ilaçi i zemrës dhe i shpirtit. Ajo i jep njeriu një suport shpirtëror të paimagjinueshëm. Ti ke një hall, ke një kërkesë dhe i drejtohesh atij që ka çelësat e zgjidhjes në dorën tënde. Ndërkohë që i drejtohesh me lavdë dhe falënderime e madhron drejt për drejti Allahun Xheleshanu, dhe ti po mendon se i madhi Zoti i universit po të dëgjon me vëmendje hallin edhe sikletin tënd. Ke ngritur duar, ai është më i madhi bujar, turprohet të t'i kthej duart bosh ty, siç thot profeti alayhi salatu wassalam. Zoti është i turpshëm dhe është shumë bujar. Nëse dikush për ju ngren duar dhe i kërkon diçka, Allahu nuk ja kthen kurrë bosh atij. Madje na thot profeti alayhi salatu wassalam, Zoti është më i dashur me krijesat e tij se sa nëna me fëmijën, subhanallahu el-azim. E ti kur lutesh për Allahun Xheleshanu, e mendon se Allahu Xheleshanu derisa ty ta mundsoj që ta hapi derën e lutjes, ta inspiroj lutjen, Allahu deshi të përgjigjet, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, atij që Zoti i hapi derën e lutjes, i ka marrë përsipër edhe përgjigjen, pra i ka hapur edhe derën e përgjigjes. Profeti alayhi salatu wassalam thot, lutuni me vendosmëri se Zoti juaj dëgjon lutjet dhe i përgjigjet lutjeve, ai është më i madh i bujar. Nuk bezdiset Allahu Xheleshanu as pak
nga lutja edhe nga kërkesa jote sado e madhe ose e përsëritur qoftë ajo. Dhe bukuria e saj që ti po bën, pra që po I lutesh Allahu xhaleshanu, qëndron edhe në një fakt tjetër se ti e mendon që ai është më I madh, nuk ka nevojë për ty. Ai nuk ka asnjë interes dhe nuk ta ka me hile, subhanallahu, jemi ne që kemi nevojë për Zotin e Madhërisëm. E Allahu xhaleshanu na tha se ai kënaqet shumë nga lutja jonë, mezi e pret lutjen tonë, ta pranoj e të t'japi atë që I kërkon me shpirt e me zemër. Ad-du'a silahul mu'min wa imadu ad-din wa nuru as-samawati wal ard. Duaja është drita e qiellit dhe e tokës, është arma e besimtarit, dhe ajo është shtylla e besimit dhe e fesë. Në tekstet fetare ne kemi parë shumë raste njerëz cilët këtë raport, pra raportin e lutjes, e kanë shumë të fortë me Allahun xhaleshanu, saqë kur I luten Zotit të gjitha gjërat ja plotson. Lutja në Ramazan. Në Ramazan ne kemi mundësi për para iftarit, momentin që ulemi ose para se me ul në sofrën e iftarit, Ti drejtohemi Allahu xhaleshanu me lutje të sinqertë. Është moment përgjigje. Është moment që lutja jote gjen përgjigje, siç e thot profeti alayhi salatu wasalam dhe thuhet në shumë tekste. Në momentin që njeriu është duke çel iftarin ka lutje të pranuar. Mos e neglizho vllai dhe motra ime. Lutu për sikletet dhe për hallet e tuaja. Lutu për objektivat që ke në jetë dhe për dëshirat që ke në jetë. Lutu për të afërmit e tu. Lutu edhe për ata besimtarë cilët sot vuajnë. Lutu edhe për ata cilët pra nuk I kanë punët mirë siç I keti dhe nuk janë në paqe dhe nuk janë rehat siç jemi ne. Lutu për ata cilët kanë shkuar nga kjo jetë prej të afërmve dhe prej besimtarëve, të cilët kanë shkuar me besim tek Allahu xhaleshanu. Lutu për njerëzit që ti don zemra, e Allahu xhaleshanu ti pranon ty lutjet për ata dhe ka vendosur një engjëll I cili thot siç lutesh ti për të tjerët, ashtu Allahu të dhuroft edhe ty pra siç kërkon ti për të tjerët. Lutja në kohën e syfyrit, momentin që çohemi në kohën e syfyrit, është shumë e pëlqyeshme që njeriu përpara syfyrit lutet. Shumë prej nesh e neglizhojmë, ama është moment që pranohet lutja. E ku ti gjesh këto momente që neve na kalojnë? Ku ti gjesh këto momente kaq të bukura që neve na I ka fal Allahu xhaleshanu si mundësi të mëdha që ne ti lutemi. Imagjino kur thot Zoti xhaleshanu robi im këtë orë dhe në këtë orë ditës kur ti po bën një adhurim pra për hatër këtij agjërimi që bën në syfyr dhe në iftar Allahu xhaleshanu në fillimin edhe në fundin e tij, imagjino sa vlerë ka agjërimi tek Allahu xhaleshanu. Të ka vënë ty moment që pranohet lutja tek Zoti xhaleshanu. E pra, ju që agjëroni, ne që agjërojmë, ti shfrytëzojmë këto momente, e të afrohemi edhe më shumë me Allahun xhaleshanu, e të kërkojmë prej mirësive dhe të begative ti. Çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit kur je agjërueshëm, edhe kur e ke çel agjërimin pra dhe pret me padurim që ti të falesh për Allahun xhaleshanu namazin e teravis, ose pret me padurim që të vi dita tjetër që ta agjërosh për Allahun xhaleshanu, në gjithë këtë muaj ke mundësi që të lutesh në çdo kohë të ditës ose të natës, ta ka hap Zoti xhaleshanu mundësinë edhe dyert e qiellit që të pranohen lutjet e tuaja. Çdo ditë premte, ora e fundit para akşamit është moment që pranohen lutjet me lejen e Zotit xhaleshanu. Kjo është edhe jashtë Ramazanit. Aman Ramazan edhe më tepër akoma duke qenë se jemi agjërueshëm. Në momentin kur hapen dyert e qiellit që zbret shi, është moment që pranohen lutjet dhe pranohen dua. Kjo është edhe jashtë Ramazanit, midis ezanit edhe midis ikametit. Ai I cili është smur, lutja e tij pranohet. Në momentin që është smur dhe bën durim për hatët Allahu xhaleshanu, ai lutet Zotit e lutja e tij gjen përgjigje tek Allahu xhaleshanu. Udhëtari gjithashtu kur është në udhimin e tij, prindi për fëmijën, sa prind ankohen për fëmijët e tyre, sa prind kanë merak për fëmijët e tyre. Nëse me të vërtet ke merak edhe nëse me të vërtet e don fëmijën tat që të bëhet I mbar dhe Zoti ta ruaj, sa herë të falesh, sa herë ti lutesh Allahu xhaleshanu, dedikoja një lutje fëmijëve tuaj dhe pasardhësve tuaj, subhanallahu. Sa tekste në Kur'an ka histori që tregojnë se Allahu xhaleshanu ka pranuar lutjet e paraardhësve dhe I ka ruajtur edhe ata cilët kanë ardhur pas tyre pra pasardhësit e tyre në sajt të lutjes së pranuar tek Allahu xhaleshanu. Atij që I bëhet pa drejtësi, pa dyshim, edhe atij I pranohet lutja. E lusë Allahun xhaleshanu të na falë, të na mëshiroj. Amin. Ka disa kushte vëllezërit e mi dhe motra muslimane për pranimin e lutjes. E para, të lutet Zoti një dhe një vetëm, askush tjetër përveç tij. O qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Allahu xhaleshanu u tha lutmuni dhe garantoj se unë do t'ju përgjigjem ju. Askën tjetër mos e fut lutjen tënde përveç Allahu xhaleshanu, sepse ajo do të ishte idhujtari, pra do të ishte shirk e Zoti na ruaj shirkun, nuk e fal Allahu xhaleshanu. Fillim fare pra vendosën zemrën tate se ai që meriton lutjen, këtë adhurim kaq të madh dhe kaq të bukur dhe kaq të mrekullueshëm është vetëm Allahu xhelle xhelalu, një dhe një vetëm. Mos e lut Zotin xhaleshanu për mëkat. Nëse dëshira jote është diçka që nuk e pëlqen Allahu xhaleshanu, nëse është diçka që shkel norma, nëse është diçka që hyn hak dikujt, si mund t'ia kërkosh Allahu xhaleshanu që është më i drejti që të të ndihmojë ty, ti bësh padrejti dikush, ose ti hysh në hak dikujt, ose ti mohosh drejtën dikujt, ose të bësh mëkat, Zoti na ruaj me të ndihmuar Allahu xhaleshanu mëkat. Mos e lut Zotin për gjëra të cilat janë mëkat pra, por lutë Allahun xhaleshanu të largojë nga e keqja dhe nga mëkati, dhe lutë Allahun xhaleshanu për çdo dëshirë të bukur edhe të mirë, edhe për çdo gjë të cilën ta don zemra. Përveç asaj që ne themi o Zot, ti që na e falë besimin, na e forco besimin në zemrat tona, se kjo është dhurata më e madhe që na ke fal. Përveç asaj që themi o Zot, na ruaj shëndetin, o Allah na ruaj çdo të mirë dhe të begati, dhe na i çdo të mira dhe begatitë tuaja ja Allah. Përveç asaj që themi o Zot, na fal dhe na mëshiro, o Allah na fal dhe na mëshiro, ti je më i madh i falës. Përveç asaj që themi o Allah, na bëj prej atyre të cilët i zbardhet fytyra në këtë dynja dhe në ditën që do dalin përpara teje, mundesh të lutesh edhe për lutje tjera, edhe për njerëzit që ti don zemra, me shumë shpirt edhe me shumë zemër, lutjet e tuaja nëse bëhen sinqerta gjejnë përgjigje tek Allahu xhaleshanu. Gjithashtu kusht është jesh i përqendruar gjatë lutjes. Nuk mundesh që ti të lutesh dhe nuk e ke mendjen se çfarë po thua, se çfarë po bën, ndërkohë që Allahu xhaleshanu është i përqendruar tek ti Zoti i gjithësisë. E ti lutesh e nuk e di se çfarë po thu dhe nuk e ndjen me shpirt atë që po thu, bën diçka mekanike, vallahi kjo nuk shkon. Ama nëse i lutesh Zotit xhaleshanu, lutje me shpirt edhe me përgjërim, dhe ndjeje vëmendjen e Allahu xhaleshanu karshi lutjes tënde, se Zoti po të dëgjon drejt për drejtë dhe pranon lutjet e tuaja. Forma e bukur e lutjes që mund të bëjë besimtari, duke qenë se ky është Ramazan dhe është moment për të lutur, vlen që të thuhet dhe ta dim të gjithë si mund të jetë një lutje e bukur. Në fillim fillohet lutja me falënderime dhe lavde për Allahun xhaleshanu. O Zot, ty të takon falënderimi për të mirat që na fal. O Allah, ty të takon falënderimi që na udhëzove, na orientove tek lutja, na orientove tek adhurimi yt, për të mirat edhe për begatitë që ty t'i ka fal Allahu xhaleshanu, ti ndjesh me shpirt edhe me zemër, e ta falënderosh Zotin nga thellësia e shpirtit për ato që na ka fal. E dyta, futesh në lutje duke i kërkuar falje Zotit xhelle xhelalu, duke i treguar që je njeri që ke nevojë për suport. O Allah, ti je i plot fuqishëm, unë me mëkatin tim, o Allah, dhe me të keqen time, edhe me gabimin tim, kur nuk kam dash sfidoj madhështinë tënde, por dobësia e njerëzve, dobësia e njeriu, cytja e shejtanit mallkum. O Zot na fal. O Allah na fal për këtë dhe për këtë dhe për këtë, ato që të kujtohen, por edhe për të gjitha ato të cilat nuk na kujtohen. E i përgjërohesh Allahu xhaleshanu se ai është i fuqishëm e ne jemi të dobët. Ai është më i madh i falës se ne kemi nevojë për falje. Ai është më i madh i mëshirues se ne nëse nuk na kap mëshira Allahu xhaleshanu kemi marrë fund. E pastaj mbasi të krijosh edhe këtë raport me Allahun xhaleshanu, futu te kërkesat e tuaja pastaj. Kërkoje Allahu xhaleshanu ato që ti don zemra dhe shpirti. Ama mos haro në fund të lutjes tënde, nëse mundesh gjatë lutjes që ta ndjesh me shpirt ashtu siç duhet, mbase të lotoj edhe zemra, lotoj edhe syri, në fund të lutjes tënde mos haro dërgo salavatet për profetin alayhi salatu wassalam, se salavati që bëjmë ne ndihmon lutjen që të pranohet tek Allahu xhaleshanu. E kjo do të ishte një lutje e plotësuar pra nga të gjitha anët edhe nga forma e saj. E shpresohet shumë inshallah, duke rujt kohët e bukura, duke u drejtuar nga kibla, mundësisht jesh edhe me avdes, inshallah të pranohet tek Allahu xhaleshanuhu. E lusë Allahun xhaleshanu që ne të i pranoj adhurimet tona në këtë Ramazan. E lusë Allahun xhaleshanu që ne të pranoj sakrificën tonë këtë Ramazan. O Allah, ty të lutem ja Allah, ti që na e mundsove t'ja arrim ti Ramazani dhe të adhurojmë ty o Zot këtë Ramazan. O Allah, ty të lutem i na fal, mos na e privon e mëshirën tënde dhe faljen tënde ja Allah. O Zot, ty të lutem ja Allah,
me emrat e tu të bukur dhe cilësitë e tu absolute, ja Allah, që nuk I ka askush tjetër përveç Teje. Ti je dëgjuesi, Ti je shikuesi, Ti je pranuesi I pendimit, Ti je pranuesi I lutjeve, ja Allah. Ti ai I cili ke në dorë përgjigjen dhe zgjidhje për gjithçka. Na jep në zgjidhje për problemet tona, ja Allah. O Zot, na ngrenë nga ana shpirtërore dhe materiale, ja Allah, në dorën tënde është. Ti ngren atë që dëshiron dhe Ti ul atë që dëshiron. Ti jep krenari atij që dëshiron dhe Ti, o Zot, e përshmon atë që dëshiron. Të lutemi, ja Allah, të bëhemi prej dashurve Tu dhe për atyre të cilët fitojnë kënaqësinë tënde. O Zot, të lutemi, ja Allah, prano prej nesh, na fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Ja Allah, dhe dalim faqe bardhë dhe ditën që do të qëndrojmë përpara Teje. Amin.